Kapitulli 10. Urtësia e Perëndisë dhe urtësia jonë. Kur teologët e dikurshëm reformator trajtonin atributet e Perëndisë, ata zakonisht i klasifikonin ato në dy grupe: atribute të pakomunikueshme dhe të komunikueshme. Në grupin e parë, ata vendosnin ato cilësi që vinin në dukje aspektin e mbinatyrshëm të Perëndisë dhe shfaqnin qenie pafundësisht ndryshe ishte Perëndia nga ne, krijesat e tij. Lista e zakonshme përfshinte pavarësinë e Perëndisë, vetë ekzistencën dhe vetë mjaftueshmërinë, pandryshueshmërinë e tij, pavarësinë e plot nga çdo ndryshim e si pasojë një trajtshmërinë e plot të veprimeve, pavarësinë nga çdo kufizim i kohës dhe hapësirës, domethënë përjetësinë dhe gjithë praninë e tij, si dhe thjeshtësinë e tij. Fakti që në të nuk ekzistojnë elemente që mund të bien ndesh, kësisojnë ndryshe nga ne, ai nuk ka mendime dhe dëshira divergjente, të cilat mund ta vënë atë në mëdyshje. Teologët i quajtën këto cilësi të pakomunikueshme, për shkak se ato janë karakteristika vetëm të Perëndisë, kurse njeriu, për vetë faktin e thjeshtë që është njeri dhe jo Perëndi, nuk i ka dhe nuk mund të ketë asnjërin prej tyre. Në grupin e dytë, teologët bën bashk cilësi të tilla si përshpirtshmërinë, lirinë dhe gjithë fuqinë e Perëndisë, si dhe të gjitha atributet e tij morale, mirësinë, të vërtetën, shenjtërinë, drejtësinë e kështu me radhë. Cili ishte parimi i klasifikimit në këtë rast? Parimi ishte ky: Perëndia, kur e krijoi njeriun, i komunikoi atij cilësi që korrespondojnë me të gjitha këto. Bibla nënkupton pikërisht këtë kur thotë se Perëndia e bëri njeriun sipas shëmbëllimit të tij. Zanafilla kapitulli 1 vargjet 26 dhe 27. Domethënë që Perëndia e bëri njeriun një qenie të lirë frymore, një agent të përgjegjshëm moral për pushtet, për të zgjedhur dhe për të vepruar, të aftë që të komunikonte me të dhe të reagonte ndaj tij, dhe nga natyra e bëri të mirë, të vërtetë, të shenjtë, të drejtë. Predikuesi kapitulli 7 vargu 29, me një fjalë, të perëndishëm. Cilësitë morale, të cilat i përkisnin shëmbëllimit hyjnor, njeriu i humbi me rënien e tij në mëkat. Shëmbëllimi i Perëndisë tek njeriu është shpërfytyruar në mënyrë të përbotshme, sepse i gjithë njerëzimi, në një mënyrë a tjetër, ka rënë në zvetnim. Mirëpo Bibla na thotë që tani, në përmbushje të planit të tij të shpengimit, Perëndia është duke e riparuar shëmbëllimin e tij të rënuar tek besimtarët e krishterë, duke u komunikuar atyre sërish këto cilësi. Këtë nënkupton shkrimi kur thotë që të krishterët po shndërrohen në shëmbëllimin e Krishtit, 2 Korintasve kapitulli 3 vargu 18, dhe të Perëndisë, Kolosianëve kapitulli 3 vargu 10. Teologët përfshin midis këtyre atributeve të komunikueshme edhe urtësinë, meqense Perëndia është i urtë në vetvete, ai u jep urtësi edhe krijesave të tij. Bibla ka më shumë për të thënë në lidhje me dhuratën hyjnore të urtësisë. 9 kapitujt e parë të librit të fjalëve të urta janë nxitje e vazhdueshme për ta kërkuar këtë dhuratë. Urtësia është gjëja më e rëndësishme, prandaj fito urtësinë. Edhe sikur të humbasësh ato që ke, fito diturinë, rroke mirë këtë mësim, mos e lër që të shkojë kot, ruaje sepse ai është jeta jote. Fjalët e urta kapitulli 4 vargu 7 dhe 13. Urtësia personifikohet dhe flet në mbrojtje të kauzës së saj. Luma e njeri që më dëgjon, duke u gdhir çdo ditë te portat e mia dhe duke ruajtur shtalkat e portave të mia, sepse ai që më gjen jetën dhe merr për krahjen e Zotit. Por ai që më katon kundër meje, i bën keq vetes. Të gjithë ata që më urrejnë duan vdekjen. Fjalët e urta kapitulli 8 vargjet 34 deri në 36. Si një zonjë mikpritse, urtësia i fton nevojtarët të vinë në banketin e saj. Ai që është thjesht aman të vijë këtu. Fjalët e urta kapitulli 9 vargu 4. Theksi i vazhdueshëm vendoset mbi gatishmërinë e Perëndisë për t'u dhënë urtësi, gjë e cila portretizohet në gatishmërinë e urtësisë për të dhënë veten e saj. Të gjithë atyre që e dëshirojnë dhuratën dhe që do të hedhin hapat e duhur për ta fituar atë. Një theksim i ngjashëm shfaqet edhe në dhjatën e re. Urtësia u kërkohet edhe të krishterëve. Shikoni pra si të ecni me kujdes, jo si të marrët, por si të mençurit,
mos u bëni të marrë, por kuptoni se cili është vullneti i Zotit. Efesianëve kapitulli 5, vargjet 15 deri në 17. Ecni me urtësi ndaj të jashtëmëve. Kolosianëve kapitulli 4, vargu 5. Për ta ofrohen lutje që të mund t'u jepet urtësi. Kërkojmë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij me çdo urtësi dhe mençuri frymërore. Kolosianëve kapitulli 1, vargu 9. Ndërsa Jakobi jep një premtim në emër të Perëndisë. Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtësia, le të kërkojë nga Perëndia, edhe atij do t'i jepet. Jakobi kapitulli 1, vargu 5. Ku mund ta gjejmë urtësinë? Çfarë hapash duhet të ndërmarrë dikush për ta përvetësuar këtë dhuratë? Sipas shkrimit ka 2 kushte paraprake. Së pari ne duhet të mësojmë që ta nderojmë Perëndin. Frika e Zotit është fillimi i urtësisë. Psalmi 111 vargu 10. Fjalët e urta kapitulli 9 vargu 10. Krahaso me Jobi kapitulli 28 vargu 28. Fjalët e urta kapitulli 1 vargu 7, kapitulli 15 vargu 33. Ne nuk mund të përvetësojmë urtësinë hyjnore derisa të bëhemi të përulur dhe të gatshëm për të nxënë, të mahnitemi nga shenjtëria dhe sovraniteti i Perëndisë. Perëndi i madh dhe i tmerrshëm. Nehemia kapitulli 1 vargu 5. Krahaso me kapitullin 4 vargu 14, kapitullin 9 vargu 32 dhe ligji i përtërir, kapitulli 7 vargu 21, kapitulli 10 vargu 17, Psalmi 99 vargu 3 dhe Jeremia kapitulli 20 vargu 11. Të pranojmë vogëlsinë tonë, të mos u zëm bes mendimeve tona dhe të jemi të gatshëm që mendja jonë të transformohet rrënjësisht. Kam frikë se shumë të krishterë e kalojnë gjithë jetën e tyre me një kornizë të menduarit tepër mashtruese e krenare për të fituar urtësi nga Perëndia. Shkrimi nuk thot më kot, urtësia është me të përulurit. Fjalët e urta kapitulli 11 vargu 2. Së dyti, ne duhet të mësojmë që ta përvetësojmë fjalën e Perëndisë. Urtësia kultivohet në mënyrë hyjnore brenda atyre dhe vetëm brenda atyre të cilët i nënshtrohen zbulesës së Perëndisë. Urdhërimet e tua më bëjnë më të urtë se armiqtë e mi, deklaron psalmisti. Kuptoj më shumë se të gjithë mësuesit e mi. Pse? Sepse urdhërimet e tua janë përsjatja. Psalmi 119, vargjet 98 deri në 99. Prandaj Pali këshillon kolosianët. Fjala e Krishtit të banojë në ju me begati, në çdo urtësi. Kolosianëve kapitulli 3 vargu 16. Si duhet ta bëjmë këtë gjë, ne njerëzit e shekullit e 21, duke u kredhur në shkrimet, të cilat, siç Pali i thot Timoteut, dhe ai kishte në mendje vetëm dhjatën e vjetër, mund të bëjnë të urtë për shpëtimin, me anë të besimit në Krishtin Jezus, dhe të na bëjnë të përkryer, të rësisht të pajisur për çdo vepër të mirë. 2 Timoteut, kapitulli 3, vargjet 15 deri në 17. Sërish kam frikë se shumë nga ata që sot shpallin veten si të krishterë, nuk e mësojnë kur urtësinë, për shkak se nuk i kushtojnë vëmendjen e mjaftueshme fjalës së shkruar të Perëndisë. Kalendari liturgjik, libri lutjes nga Cranmer, libër të cilin duhet ta ndjekin të gjithë anëtarët e kishës anglikane, mundëson leximin e tërë dhjatës së vjetër një herë në vit dhe të dhjatës së re 2 herë në vit. Puritani William Gouge lexonte rregullisht 15 kapituj çdo ditë. Kryedhjakoni i ndjer T.C. Hammond e lexonte të gjithë Biblën çdo 3 muaj. Sa kohë ka kaluar që kurse e keni lexuar të gjithë Biblën? A shpenzoni aq kohë në ditë me Biblën sa shpenzoni edhe me lajmet? Sa të marrë janë disa prej nesh, dhe mbetemi të tillë për gjithë jetën, thjesht sepse neglizhojmë të bëjmë atë që është e nevojshme për ta marrë urtësinë, e cila dhurohet falas prej Perëndisë. Çfarë nuk është urtësia? Mirë po e çfarë sojt është dhurata e urtësisë së Perëndisë? Çfarë efekti ka ajo mbi një person? Shumica gabon në këtë pikë. Natyrën e këtij gabimi mund ta bëjmë të qartë përmes një ilustrimi. Nëse qëndron në fund të platformës së stacionit të trenit në qytetin e Yorkut, mund të shohësh një numër trenash lokomotivash që lëvizin njëri pas tjetrit. Një pamje mbreslënse nëse jeni apasionuar pas tyre. Mirë po, kështu do të mund të krijosh vetëm një ide të përcipt për planin e përgjithshëm që përcakton këto lëvizje. Planin e lëvizjes, siç përcaktohet nga grafiku i punës, i cili po të jetë nevoja, përshtatet nga minuta në minutë,
sipas pozicionimit aktual të trenave. Megjithatë, nëse ke privilegjin që një nga nëpunësit e lartë e Korrudhës të shoqërojë në sallën madhështore të ndërlidhjes në krye të platformave 7 dhe 8, përgjatë murit kryesor të sallës, do të shohësh një diagram të shtrirjes së të gjitha binareve kurrudhore për 8 kilometra nga secila anë e stacionit. Aty do të dallosh disa drita të vogla vezulluese, disa në vend dhe disa në lëvizje nëpër binar të ndryshëm, duke u dhënë kështu ndërlidhësve një pamje të përgjithshme se ku gjendet çdo tren dhe lokomotiv. Menjëherë do të mund të vështroni të gjithë situatën përmes syve të atyre që e kontrollojnë atë. Aty do të dalloni pse një treni ju dha sinjali për të ndaluar, pse atij tjetrit ju ndryshua binari i zakonshëm, ndërsa një tjetër u parkua përkohësisht në binarët e rezervë. Të gjitha arsyet e këtyre lëvizjeve bëhen të qarta sapo shikon tablon e përgjithshme. Tani gabimi që bëhet zakonisht është supozimi se ky shembull na tregon atë që bën Perëndia kur shpërndan urtësinë. Me fjalë të tjera, supozimi që dhurata e urtësisë konsiston në një njohje më të thellë të kuptimit dhe të qëllimit të provanisë në ngjarjet që ndodhin përreth nesh, një aftësi për të kuptuar pse Perëndia ka vepruar ashtu si ka vepruar në një rast të caktuar dhe se si do të veprojë ai më pas. Njerëzit ndjejnë se nëse do të ishin duke ecur me të vërtet për krah Perëndis, aq sa ai do t'u jepte atyre lirisht urtësi, atëherë ata do të gjendeshin, si të thuash, në sallën e ndërlidhjes. Ata do të dallonin qëllimin e vërtet për gjithçka që u ndodh në jetë dhe atëherë do ta kishin gjithmonë të qartë se si Perëndia i bën të gjitha gjërat të bashkëveprojnë për mirë. Njerëz të tillë kalojnë shumë kohë duke lexuar librin e provanisë, duke vrarë mendjen pse Perëndia duhet ta lejonte të ndodhte kjo apo ajo gjë. Nëse ata duhet ta marrin si një shenjë për të ndërprerë atë që po bëjnë dhe për të filluar diçka tjetër, apo se çfarë përfundimi duhet të nxjerrin prej saj. Nëse në fund mbeten të çoroditur nga tërë kjo, fajin ja hedhin jetës së tyre të dobët frymërore. Të krishterët që vuajnë nga depresioni fizik, mendor ose frymëror, vini re që këto janë 3 gjëra të ndryshme, mund të preokupohen së tepërmi për shkak të këtij hulumtimi të kotë. Është i kotë pa pikën e dyshimit. Është e vërtet që kur Perëndia na udhëzon të zbatojmë ndonjë parim, me raste, ai do ta konfirmojë atë përmes ngjarjeve të pazakonta, të cilat do t'i dallojnë menjëherë si shenja aprovuese. Mirë po kjo është krejtësisht ndryshe nga përpjekja për të dalluar ndonjë mesazh rreth qëllimit të fshehtë të Perëndisë në çdo gjë të pazakontë që na ndodh. Pra dhurata e urtësisë nuk konsiston në aftësinë tonë për të bërë këtë gjë. Përkundrazi, dhurata nuk kupton pa aftësinë tonë të vetëdijshme për ta bërë, sikurse do ta shohim edhe më pas. Nevoja për realizim. Pyesim sërish, çfarë domethënie ka për Perëndin që të na jap urtësi? Çfarë lloj dhurate është kjo? Nëse mund të përdor një ilustrim tjetër nga sfera e transportit, i ngjan mësimit se si të ngasim makinën. Në ngarjen e makinës kanë rëndësi reagimi i shpejtë dhe i duhur ndaj situatave, si dhe gjykimi i shëndosh për pasojat që mund të sjellë një situatë e caktuar. Askush nuk preokupohet me pyetjen se pse rruga duhet të ngushtohej apo të gjarpërojë me kthesa të forta pikërisht aty, as me pyetjen se pse ai furgon duhet të parkonte aty ku ka parkuar, as se pse shoferi përpara jush duhet ta merrte kthesën aq gjerë sa e mori. Ju thjesht përpiqeni të shihni dhe të bëni gjën e duhur në çdo situatë me të cilën ballafaqoheni. Synimi i urtësisë hyjnore është që të na aftësoj ju dhe mua që të bëjmë pikërisht këtë gjë në situatat reale të jetës sonë të përditshme. Për ta ngarë mirë makinën, duhet i mbani syt hapur për të dalluar saktësisht se çfarë gjendet përpara jush. Për të jetuar me urtësi, duhet të jemi mendjemprehtë dhe realist, madje të pamëshirshëm, për ta parë jetën ashtu siç është. Urtësia nuk përputhet me iluzionet ngushëlluese, me ndjesinë e rreme ose vetëm me dallimin e anëve të mira të jetës. Shumica prej nesh jetojmë në një botë ëndrash, me kokën në re dhe këmbët në ajër. Kështu nuk e shohim kurrë botën, as jetën tonë të, siç është realisht. Kjo mungesë realiteti e ngulitur thellë dhe ushqyer prej mëkatit është një nga arsyet se pse ka kaq pak urtësi ndër ne. Madje edhe ndër ata me doktrinën më të vërtetë e më të shëndosh. Megjithatë, ekziston një libër në shkrim i cili është shkruar pikërisht për këtë qëllim, që të na bëjë realist.
Ky është libri i predikuesit. Ne duhet që t'i kushtojmë më tepër vëmendjen mesazhit të tij nga sa i kushtojmë zakonisht. Le t'i hedhim për një moment një vështrim këtij mesazhi. Çfarë na mëson predikuesi? Eklesiastes, ekuivalenti greqisht i titullit hebraisht Qoheleth, do të thotë predikuesi. Libri është një predikim, me tekstin Kotësi e kotësive, kapitulli 1 vargu 2, kapitulli 12 vargu 8, me një shtjellim të temës së tij, kapitulli 1 deri në 10, dhe me një zbatim, kapitulli 11 vargu 1 deri në kapitullin 12 vargu 7. Pjesa më e madhe e shtjellimit ka natyrë autobiografike. Qohelethi identifikohet si biri i Davidit në Jeruzalem, kapitulli 1 vargu 1. Nuk kemi pse të prekupohemi nëse predikuesi ishte vetë Salomoni, apo ndonjë tjetër e vendosi predikimin e tij në gojën e Salomonit si një mjet edukativ. Siç kanë argumentuar edhe studiues konservator si Hengstenberg dhe A.J. Young. Ky predikim sigurisht që i shkon për shtat Salomonit, në kuptimin që na jep mësime të cilat Salomoni kishte mundësi unike për t'i nxënë. Kotësi e kotësive, thot predikuesi. Kotësi e kotësive, gjithçka është kotësi. Predikuesi kapitulli 1 vargjet 2 dhe 3. Me çfarë fryme dhe me çfarë qëllimi e bën predikuesi këtë deklarat? Mos është vallë ky rrëfimi i një ciniku të hidhëruar, i një plaku egoist e zemërgur, i cili nuk mori gjë tjetër nga bota veç se një zhgënjim të thellë, W.H. Eliot, dhe tani po përpiqet të na bindë se jeta sipas tij është e dhimbshme dhe e pavlerë. Apo mos është duke folur si një ungjilltar, i cili po përpiqet t'i ngulit jo besimtarit pa mundësinë për ta gjetur lumturinë nën diell pa Perëndin? Përgjigjja nuk është as njëra as tjetra. Ndonse sugjerimi i dytë nuk është aq larg së vërtetës sa sugjerimi i parë. Autori flet si një mësues i pjekur, i cili i jep dishepullit të tij të ri frytet e përvojës dhe reflektimit të tij të gjatë. Kapitulli 11 vargu 9, kapitulli 12 vargu 1 dhe 12. Ai dëshiron që ta udhëheq këtë besimtar të ri në urtësinë e vërtetë dhe ta ruaj atë që të mos bjerë në gabimin e sallës së ndërlidhjes në stacionin e Yorkut. Duket qartë që djaloshi, sikurse shumë të tjerë që nga ajo kohë, kishte prirjen që ta barazonte urtësinë me njohurinë e madhe, si dhe të mendonte që urtësia mund të fitojë thjesht duke lexuar shumë libra. Kapitulli 12 vargu 12. Duket qartë se ai e mori për të mirëqenë që kur ta fitonte urtësinë, ajo do t'i tregonte arsyet për veprimet e ndryshme të Perëndisë në rrjedhën e zakonshme të provanisë së tij. Ajo që predikuesi dëshiron t'i tregojë atij është se baza e vërtetë e urtësisë është pranimi i hapur se rrjedha e ngjarjeve të kësaj bote është enigmatike, se shumë nga ato që ndodhin janë krejt të pashpjegueshme për ne, dhe se shumica e ngjarjeve nën diell nuk kanë asnjë shenjë të dukshme të një Zoti racional dhe moral që i qeveris ato. Siç e tregon edhe vetë predikimi, teksti ka për qëllim që të shërbejë si një paralajmërim ndaj rendjes së gabuar për kuptim, sepse vën në dukje përfundimin dëshpërues ku do të na shpjerë ky kërkim nëse ndjekim atë vërtetësisht dhe me sinqeritet. Mesazhin e predikimit mund ta formulojmë si më poshtë. Vështro, thot predikuesi, se në çfarë bote jetojmë. Hiqi filtrat e tu zbukurues, fërkoj syt dhe vështro gjatë dhe ngultas. Çfarë sheh? Sheh sfondin e jetës të mbushur me ciklet e natyrës të cilat shfaqen vazhdimisht pa ndonjë qëllim. Kapitulli 1 vargjet 4 deri në 7. Sheh formën e saj të përcaktuar nga epoka dhe rrethana mbi të cilat nuk kemi asnjë kontroll. Kapitulli 3 vargjet 1 deri në 8. Kapitulli 9 vargu 11 deri në 12. Sheh që herët avon vdekja vjen për të gjithë, por ardhja e saj e rastësishme nuk na thot asgjë nëse është e merituar apo jo. Kapitulli 7 vargu 15, kapitulli 8 vargu 8. Njerëzit vdesin si të ishin bisha. Kapitulli 3 vargu 19 dhe 20. Të mirët vdesin si të ishin të këqij, të urtët vdesin si të ishin budallënj. Kapitulli 2 vargu 14, vargu 16 dhe kapitulli 9 vargu 2 dhe 3. Shih që ligësia nuk njeh kufi. Kapitulli 3 vargu 16, kapitulli 4 vargu 1, kapitulli 5 vargu 8, kapitulli 8 vargu 11 dhe kapitulli 9 vargu 3. Sheh të ligj që begatohen.
ndërsa të mirët jo. Kapitulli 8 vargu 14. Duke i parë të gjitha këto, kupton se Perëndia i qeveris ngjarjet në mënyrë të pakuptueshme. Sa do të përpiqesh që ta kuptosh, nuk ja arrin dot. Kapitulli 3 vargu 11, kapitulli 7 vargu 13 dhe 14, kapitulli 8 vargu 17 dhe kapitulli 11 vargu 5. Sa më shumë të përpiqesh për të kuptuar qëllimin hyjnor në rrjedhën e zakonshme të provanisë së ngjarjeve, aq më i fiksuar dhe i zymt të bëhesh nga mungesa e qartë e një qëllimi në gjithçka, dhe aq më shumë të ndohesh për të dalë në përfundimin se jeta është me të vërtet po aq e pakuptimt sa dhe duket. Mirë po sa po të dalësh në përfundimin se me të vërtet jeta nuk ka as rrim, as ndonjë arsye, atëherë çfarë përfitimi, qoftë vlerë, fitim, pikë, qëllim, mund të gjesh në çfarëdo lloj sipërmarrjeje konstruktive? Kapitulli 1 vargu 3, kapitulli 2 vargu 11, vargu 22, kapitulli 3 vargu 9, kapitulli 5 vargu 16. Nëse jeta nuk ka kuptim, atëherë ajo nuk ka vlerë. Atëherë, pse duhet të punosh për të krijuar, për të ndërtuar një biznes, për të fituar para, madje dhe për të kërkuar urtësi, pasi asnjëra prej tyre nuk mund të sjellë ndonjë të mirë. Kapitulli 2 vargjet 15 dhe 16, vargjet 22 dhe 23, kapitulli 5 vargu 11. Ato vetëm sa do të shndërrojnë në një objekt smire. Kapitulli 4 vargu 4. Asgjë prej tyre nuk mund ta marrësh me vete. Kapitulli 2 vargjet 18 deri në 21. Kapitulli 4 vargu 8. Kapitulli 5 vargu 15 dhe 16. Edhe atë që lë pas, me gjas, do të keq përdoret pasi të kesh vdekur. Kapitulli 2 vargu 19. Prandaj, çfarë kuptimi ka që të djersitesh dhe të mundohesh për ndonjë gjë? A nuk do të gjykohet e gjithë puna jon si kotësi, zbrazëti, zhgënjim dhe kërkim për të kapur erën? Kapitulli 1 vargu 14. Një veprimtari të cilën në vetvete nuk mund ta justifikojmë si domethënse dhe as si të vlefshme për ne? Në fund të fundit, thot predikuesi, ky është përfundimi pesimist në të cilin do të udhëheqin pritshmëritë optimiste për të zbuluar qëllimin hyjnor në gjithçka. Kapitulli 11 vargjet 17 dhe 18. Sigurisht që ai ka të drejtë, sepse bota në të cilën jetojmë është pikërisht ashtu siç e përshkruan ai. Perëndia, i cili e qeveris këtë botë, e fsheh veten e tij. Kjo botë rrallëherë duket sikur qeveriset nga një provani mirëdashëse. Rrallëherë duket se ka ndonjë pushtet racional pas asaj që ndodh. Gjithnjë e më shumë mbijeton ajo që është e pavlerë, ndërsa humbet ajo që ka vlerë. Tregohu realist, na thot predikuesi, ballafaqohu me këto fakte. Shikoja jetën ashtu siç është. Nuk do të arrish kurrë urtësinë e vërtetë derisa ta bësh këtë. Kjo është një këshill e nevojshme për shumë prej nesh, sepse jo vetëm që kemi ngecur në kuptimin apo keq kuptimin e sallës së ndërlidhjes së Yorkut në lidhje me urtësinë, por gjithashtu mendojmë se është në nderin e Perëndisë dhe ndonë se ngurojmë ta themi hapur edhe për hir të reputacionit ton si të krishterë të devotshëm, të themi se tashmë kemi hyrë, si të thuash, në sallën e ndërlidhjes dhe tani e tutje kemi informacion të brendshëm në lidhje me arsyet dhe qëllimet e veprimtarisë së Perëndisë. Kjo shtrirje rehatuese bëhet pjesë e personalitetit ton. Ndihemi të sigurt që Perëndia na ka mundësuar të kuptojmë të gjitha udhët e tij me ne edhe me ata pranë nesh. Ndaj ne e marrim për të mirëqenë që do të jemi në gjendje ta dallojmë menjëherë arsyen për gjithçka që mund të na ndodhë në të ardhmen. Më pas, na ndodh diçka shumë e dhimbshme dhe e pashpjegueshme dhe kështu venitet iluzioni ynë gëzimplot i të qenit në brendi të këshillës së fshehtë të Perëndisë. Krenaria jon lëndohet. Na duket sikur Perëndia na ka shpërfillur. Nëse në këtë moment nuk pendohemi dhe nuk e përulim veten plotësisht për paragjykimin ton të mëparshëm, atëherë vazhdimësia e jetës son frymërore rrezikon të rënohet. Ndër 7 mëkatet vdekjeprurëse të dokëve të mesjetës ishte dhe plogështia, acedia, një gjendje apatie cinike dhe zymt e frymës. Ky mëkat është tepër i përhapur sot në qarqet e krishtera. Simptomat e tij janë inercia frymërore personale e kombinuar me cinizmin kritik ndaj kishave dhe me përbuzjen mendjemadhe ndaj nismave dhe iniciativave të krishterëve të tjerë. Prapa kësaj kondite të zymt dhe shtëruese,
Shpesh gjendet krenaria e lënduar e atij që mendonte se dinte gjithçka për udhët e provanisë së Perëndisë, dhe pastaj përvoja e hidhur dhe befasuese i mësoi krejt të kundërtën. Kështu ndodh kur ne ja vëm veshin mesazhit të predikuesit. E vërteta është se Perëndia, në urtësinë e tij, për të na bërë dhe për të na mbajtur të përulur, si dhe për të na mësuar që të ecim me besim, na ka fshehur pothuajse gjithçka që do të na kishte ëndja të dinim për qëllimet e provanisë së tij, të cilën ai po e zbaton në kishat dhe në jetët tona. Ashtu si ti nuk e njeh rrugën e errës dhe si formohen kockat në barkun e gruas me barr, kështu ti nuk e njeh veprën e Perëndisë që bën gjithçka. Kapitulli 11 vargu 5. E po atëherë çfarë është urtësia? Predikuesi na ka ndihmuar të kuptojmë atë që urtësia nuk është. A na jep ai ndonjë udhëzim se çfarë është urtësia? Në të vërtetë na jep, të paktën në vija të përgjithshme. Ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij. Kapitulli 12 vargu 13. Besoju dhe bindju atij. Ki frikë nga ai. Adhuroje atë. Ji i përulur përpara tij. Mos thuaj kurrë më shumë nga sa mendon dhe nga sa do t'ja thuaje atij në lutje. Kapitulli 5 vargu 1 deri në 7. Bëj të mirën. Kapitulli 3 vargu 12. Mbaj mend që Perëndia një ditë do të kërkoj llogari. Kapitulli 11 vargu 9. Kapitulli 12 vargu 14. Prandaj shmangu madje edhe në fshehtësi prej gjërave për të cilat do të turpërohesh kur gjyqi i Perëndisë t'i nxjerrë në dritë. Kapitulli 12 vargu 14. Jetoje të tashmen dhe shijoje atë plotësisht. Kapitulli 7 vargu 14. Kapitulli 9 vargu 7 deri në 10. Kapitulli 11 vargjet 9 deri në 10. Kënaqësitë e tanishme janë dhurata të mira të Perëndisë. Edhe pse predikuesi e dënon sjelljen e pavend, kapitulli 7 vargjet 4 deri në 6, duket qartë që ai nuk gjen kohë për një përshpirtshmëri të përsosur, tepër krenare dhe të devotshme për të qeshur, apo për t'u argëtuar. Kërko hir që të punosh fort në gjithçka që jeta të thërret për të bërë. Kapitulli 9 vargu 10. Dhe gjej kënaqësi në atë që bën. Kapitulli 2 vargu 24. Kapitulli 3 vargjet 12 dhe 13. Kapitulli 5 vargjet 18 deri në 20. Kapitulli 8 vargu 15. Lëri problemet e saj në dorë të Perëndisë dhe le të gjykojë Perëndia se sa vlen rezultati i saj. Detyra jote është që ta përdorësh të gjithë logjikën e shëndosh dhe aftësinë që ke në dispozicion për të shfrytzuar mundësitë që të dalin përpara. Kapitulli 11 vargjet 1 deri në 6. Kjo është udha e urtësisë. Qartësisht, ajo është veç se një aspekt i jetës së besimit. E çfarë tjetër e mban dhe e mbështet atë? Bindja që ky Perëndi i pahulumtueshëm i provanis është Perëndia i urtë dhe hirplot i krijimit dhe i shpengimit. Mund të jemi të sigurt se Perëndia i cili krijoi këtë botë mrekullueshme dhe kaq komplekse, i cili konceptoi një çlirim të madh nga Egjipti, që më vonë konceptoi një çlirim akoma më të madh nga mëkati dhe Satani, e di se çfarë po bën dhe se çdo gjë e bën mirë. Edhe nëse për një kohë ai e fsheh dorën e tij, ne mund t'i besojmë atij dhe të ngazullojmë në të, edhe atëherë kur nuk e dallojmë shtegun e tij. Ndaj, udha e urtësisë sipas predikuesit përmblidhet me fjalët e Richard Baxter. Gjithë ju shenjtor që mundoheni këtu poshtë, adhurojeni mbretin tuaj qiellor, dhe ndërsa përpara shkoni, një himn të gëzueshëm këndoni. Merrni atë që ai ju jep, vazhdoni ta lavdëroni, në të mirë e në të keq, atë që përjet jeton. Fryti i urtësisë. Kjo pra është urtësia e Perëndisë me të cilën ai na bën të urtë. Vet analiza që i kemi bërë na e zbulon akoma më shumë urtësinë e Perëndisë që na e jep atë. Kemi thënë që urtësia konsiston në zgjedhjen e mjeteve më të mira për rezultatet më të mira. Vepra e Perëndisë në lëvrimin e urtësisë është një mjet drejt synimit të tij përfundimtar për përtëritjen dhe përsosjen e marrëdhënies mes tij dhe qenieve njerëzore, për të cilën edhe i krijoi. Sepse çfarë është kjo urtësi që ai lëvron? Siç e kemi parë, nuk është një zbulesë e të gjithë njohurisë së tij, por një prirje për të rrëfyer se ai është i urtë, për të mbajtur tek ai dhe për të jetuar për të në dritën e fjalës së tij, në të mirë a në të keq. Kështu kjo dhuratë e urtësisë ka për synim që të na bëjë më të përulur, më të gëzuar, më të perëndishëm, më të shpejt
në dallimin e vullnetit të tij, më të vendosur për ta bërë atë dhe më pak të shqetësuar, jo më pak të ndjeshëm, por më pak të çoroditur, nga ndodhitë e errta dhe të dhimbshme, me të cilat jeta jonë është e mbushur plot në këtë botë të rënë. Dhjata e re na thotë që fryti i urtësisë është ngjashmëria me Krishtin, paqja, përulësia dhe dashuria, Jakobi 3 kapitulli 17, dhe rrënja e saj është besimi në Krishtin. 1 Korintasve kapitulli 3 vargu 18, 2 Timoteut kapitulli 3 vargu 15, i cili është urtësia e shfaqur e Perëndis. 1 Korintasve kapitulli 1 vargu 24 dhe 30. Prandaj lloji i urtësisë që Perëndia dëshiron t'u jap atyre që ja kërkojnë, është një urtësi që do të na bashkojë me të, një urtësi që do të rezultojë në një frym besimi dhe një jetë besnikërie. Prandaj le të sigurohemi që kërkimi ynë për urtësi të ketë ngjasi me këto gjëra dhe që të mos e pengojmë qëllimin e urtë të Perëndis, duke e shpërfillur besimin dhe besnikërinë në favor të rendjes pas një njohurie e cila nuk na është mundësuar në këtë botë.